Ervin, të përshëndes, çfarë ndodhi në seancë? Ishte i pranishëm vetë autori i krimit? Ka qenë i pranishëm edhe Arlind Demushi, i cili 2 ditë më parë vrau edhe mikun e tij Hajdar Ismail Geci në zonën e Babrus në kryeqytet, por megjithatë ai ka qëndruar i heshtur para trupës gjyqësore dhe të vetëm që kanë folur ka qenë avokati i tij, duke pretenduar se nuk ka qenë një vrasje me paramendim, por diçka e momentit, pasi edhe viktima por edhe autori kanë qëndruar në të njëjtën banesë për një kohë të caktuar dhe se nuk kanë pasur konflikte të mëparshme, duke përmendur edhe gjendjen e tyre të dehur, si duket paktën nga edhe pretendime që kanë ngritur avokati. Megjithatë, pavarësisht tyre kundërshtive, pra ka qenë gjykata e Tiranës e cila ka vendosur që të vijojë masën e arrestit në burg për autorin e kësaj ngjarje të ndodhur 2 ditë më parë, vrasjen me thik pra të Hajdar Ismail Geci, 40 vjeçarit, pra i cili u gjeti pa jetë në zonën e Babrus, dhe sigurisht do të vijojnë hetimet për sa i përket dhe gjykimit të tij për veprat penale, pra për cilat akuzohet dhe u arrestua vetëm pak pas krimit në zonën e Durrësit, pasi si duket, pasi e ka goditur disa herë me thik duke lënë të pajetë në zonën e Babrus, ajo është larguar për në Durrës. Në paktën nga kamerat e sigurisë ka dyshime se kanë qenë në gjendje të dehur, ndërsa debatet kanë vijuar në banesën e autorit, i cili po ashtu Arlind Demushi ka qenë në të njëjtën banesë me viktimën dhe më pas krimit u largua për në drejtim të Durrësit. Ervin, faleminderit për raportimin.